do të anisë emisionin me një lajmë shumë ekskluziv, do thosha kështu. Ekskluziv për emisionin tonë, sepse dje ne patëm një emision të gjatë ku folëm për festivalin e Pranverës, i cili do të zbarkoj shumë shpejt në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit të organizuar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Dhe kishim të ftuar organizatorët, përfshirë dhe ty si ndar konkurrentët. Pyetëm shumë gjëra, na dhanë shumë detaje, por një detaj na e lanë pa zbuluar, i cili ishte, janë 2 prezantuesit e këtij festivali. Do t'i na erdhi konfirmimi pas emisionit. Kështu që na dhanë mundësinë sot që të konfirmojmë kush do t'jenë 2 prezantuesit e festivalit të Pranverës, i cili do të mbahet dhe rikthehet pas 22 vitesh në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar. Dhe ata janë pikërisht këngëtarja Bleona Qereti dhe aktori Nik Xhelilaj. Urime ekipit fantastik të kësaj dysheje që mezi po presit i shoh në skenë.